Vetëm gjatë ditës së sotme, kjo është vetura e 4 që ka ngelur në nënkalimin në lagjen Dardania. Sa herë kemi të rreshtura të shiut, kjo nënkalim bllokohet. Autoritetet komunale thonë se kanë një projekt për të zgjidhur këtë çështje, por ky projekt akoma nuk është duke zgjetur zbatim. Штом стигна екипите на телевизиите до подвозникот, пристигна единицата на пожарникарите. Возачот беше заглавен во возилото, а според Авни Ахмети, предходно заглавило едно семејство со дете. Била поставена и сигнализација за забрана на премин, но според Ахмети не се почитувала. Nga mëngjesi, siç e shihni, domethënë është një grumbullimi shumë i madh i ujit këtu në nënkalimet e lagja Dardania. Ne kemi venduar sinjalizimin që kjo rrugë nuk është kaluese, mirë po qytetarët të pandërgjegjshëm futen me veturat, i hekin edhe sinjalizimin e duhur që ne e kemi venduar këtu. Po i lut qytetarët që mos shfrytëzohen këto nënkalime për arsye se na nxjerrin edhe probleme neve si zjarfiks. Deri tash kemi nxjerr 4 vetura. Po, do të thonë kishim më herët një veturë me fëmijë brenda, kështu që ne bënam atë intervenimin ton. Од општина Тетово велат дека се во состојба на готовност за интервенција каде што е потребно. Deri më tani situata ka qenë stabile, sigurisht që punëtorët e sharit dhe të NPK-Tetova Tetov kanë qenë vazhdimisht në terren. Jemi informuar nga ato sepse se kanë ndërhyrë në disa pika ku është parë e nevojshme. Подвозникот во населбата Дардания го поврзува полигонот за автошколите со градот, но една населба со околу 100 куќи. Секогаш кога има врнежи, тетовските пожарникари ја испумпуваат водата за овој подвозник да остане проводен. Оваа населба нема канализација за фекални и атмосферски води.